Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe të gjithë Shqipërisë ka drejtuar liturgjinë hyjnore në katedralen Gjallja e Krishtit. Fort lumturia e tij Johani gjatë predikimit theksoi rëndësinë e mesazheve të Ungjillit në jetën tonë. Kryepiskopi Johan tha se kur një person nxit një tjetër të mëkatojë, ai është fajtori më i madh. Fort lumturia e tij bëri thirrje që njerëzit të largojnë errësirën nga shpirti i tyre dhe të lejojnë dritën e Krishtit në zemër. Do shumë kujdes në fjalët që flasim, sepse ne mund të nxisim të tjerët, ata mund ta bëjnë, ta ekzekutojnë atë gjë, po fajtorët kryesorë mund të jemi ne. Shpesh edhe pa dashje njerëzit nxisin të tjerë me thashë theme, dëgjojnë një fjalë, e transmetojnë tek tjerët, tjerët tek tjerët dhe përhapet helmi kudo, duke shkatërruar. Është faji i madh kur ne nxisim mëkatet e të tjerëve. Po pse errësira nuk e pranon dritën? Sepse çdo gjë që është në errësirë do që qëndrojë e fshehur. Njeri kur bën vepra të turpshme, vjedh gënjeren e gjithçka tjetër, nuk do që të dalë në dritë, sepse drita tregon gjithçka dhe shihet gjithçka, do në errësirë. Prandaj dhe nuk e duan dritën. Nëse ne nuk e pranojmë dritën, ne jemi vetë që dënojmë veten tonë. Do bëjmë jetë në errësirë, gjithmonë me mërira, me inate, me zelira kundër të tjerëve. E kjo jetë është një jetë e mjerueshme, sepse një jetë që nuk ka dritë, nuk ka as gëzim. E një jetë që s'ka gëzim është një jetë e gjymtuar. Prandaj dhe kisha na kujton për këtë realitet, që drita e Krishtit nuk do thotë se do duart trokitet nga të gjithë. Edhe ne nëse do jetojmë sipas mësimeve të Krishtit, nuk do na duan shumë njerëz rrotull. Shën Pavli shkruan këtë fjalë dhe thotë: nëse dikush do jetojë në mënyrë të devotshme në Krishtin Jezu, do persekutohet. Nuk thotë që mund të persekutohet, po me siguri që do persekutohet. Një besim i vërtet është një besim që ka veprat. Prandaj dhe nëse ne do e duam dritën, duhet ta pastrojmë zemrën tonë dal nga dal. E le ta lëm që të vi në shpirtin tonë drita e Krishtit. Shpeshherë njerëzit ndoshta përpiqen shumë të heqin ca errësira nga shpirti i tyre, por nuk mund ta bëjnë dot vetëm atë gjë. Dhe Shën Porfiri thot një fjalë shumë të bukur dhe të urtë, në mënyrë shumë thjeshtë. Mos u përpiqni të largoni nga zemra juaj errësirën, po vetëm hapni një dritare të vogël, e lejeni dritën e Krishtit hyj atje. Dhe kur drita e Krishtit hyj në zemrën tuaj, errësira do largohet vetvetiu.